Historia e gjarprit të bardhë. Bazuar në një legjendë japoneze mbi një ngjarje që ka ndodhur 250 vite më parë. Rreth 250 vjet më parë, në fshatin e largët Kata, një vend malor në veri të Japonisë, jetonte një mjek i njohur për dhimbshurinë dhe përkushtimin e tij ndaj njerëzve. Ai nuk ishte thjesht një shërues i sëmundjeve, por një njeri me zemër të madhe, i cili kujdesej për çdo qenie të gjallë, pavarësisht nëse ishte njeri apo kafshë. Një ditë, ndërsa ecte në pyllin e dendur për të mbledhur bara medicinale, ai dëgjoi disa zëra fëmijësh që qeshnin dhe bërtisnin. Kur u ofrua, ai pa një grup fëmijësh që rrethonin një gjarpër të madh dhe të bardhë. Ato e godisin me shkopi dhe gur, por gjarpri përpërlitej nga dhimbja, por nuk kundërshtonte. Me zë të qetë dhe autoritar, mjeku u tha fëmijëve të ndalonin menjëherë. Ai shpjegoi se çdo qenie e gjallë meriton respekt dhe mëshirë, duke i këshilluar të mos e përsërisnin më këtë veprim mizor. Pasi fëmijët u larguan, mjeku u afrua me kujdes si gjarpri, i cili ende dridhej nga dhimbja. Ai e mori në krah me butësi dhe e çoi në shtëpinë e tij. Me mjeshtërinë e tij, mjeku trajtoi plagët e gjarprit, i dha ujë dhe e mbajti derisa u shërua. Pas disa ditësh, gjarpri u kthye në gjendjen e tij të mëparshme dhe u zhduk në errësirën e pyllit. Disa kohë më vonë, një udhëtare trokiti në derën e mjekut duke kërkuar ndihmë. Ishte një grua me një bukuri të rrallë, me flokë të gjatë dhe me një nurë pothuajse magjik. Mjeku e priti me bujari dhe e ndihmoi të pushonte nga lodhja e rrugës. Me kalimin e ditëve, ata ndjenin një tërheqje të veçantë për njëri tjetrin, dhe shumë shpejt ndjenjat e tyre u shndërruan në dashuri. Ata u martuan dhe pas disa kohësh u bekuan me një fëmijë të bukur. Në shtëpinë e mjekut mizotëronte lumturia absolute. Çdo ditë ishte plot dashuri dhe harmoni. Fëmia po rritej, çifti ishte i lumtur. Derisa një ditë ndodhi një diçka e papritur që tronditi gjithçka. Mjeku u kthye më herët nga puna. Kur hyn në oborrin e shtëpisë së tij, ai pa një skenë të pabesueshme. Fëmia e tij po luante me gjarprin e madh të bardhë. Ai e përqafonte butësisht fëmijën e tyre. Për një moment, mjeku mbeti pa frymë. Gjarpri, duke ndier praninë e tij, u trondit dhe u shndërrua në gruan e tij të bukur. Me lot në sy, ajo i tha me zë të dridhur: "Tani që e ke zbuluar të vërtetën time, nuk mund të qëndrojmë më bashkë." Mjeku u përpoq ta binte të qëndronte, por ajo e dinte se ishte e pamundur. Para se të largohej, ajo i dha fëmijës një sferë magjike duke i thënë: "Sa herë që të ndihesh i vetmuar ose i mërzitur, luaj me këtë sferë dhe lotët do të ndalojnë në çast." Fëmia luante çdo ditë me sferën dhe nuk qante për nënën e tij të bukur. Një ditë, disa punonjës nga taksat erdhën të vizitojnë shtëpinë e mjekut. Por kur vunë në re sferën magjike, të magjepsur nga shkëlqimi i saj, e sekuestruan atë. Që nga ai çast, fëmia filloi të qante pa pushim dhe i shqetësuar. Mjeku kërkoi ndihmën e gruas së tij gjarpër. Pasi e gjeti, i tregoi se sfera ishte vjedhur. Gjarpri u mërzit, por i dha një tjetër sferë magjike për ta ngushëlluar fëmijën. Megjithatë, fatkeqësitë nuk mbaruan këtu. Pas disa ditësh, disa punonjës të tjerë shtetëror vizituan shtëpinë e mjekut dhe vunë në re sferën e dytë dhe ata e morën dhe këtë me vete. Këtë herë, mjeku shkoi përsëri ke gruaja e tij gjarpër për ndihmë, por ai dëgjoi me dhimbje dhe me lot tha: "Tani që t'i dhash të dy sytë e mi, s'më ka mbetur më asgjë për të dhënë." Dhimbja dhe zemërimi i saj ishin aq të mëdha sa që mali përreth filloi të dridhej. Një tërmet i fuqishëm tronditi zonën dhe një shpërthim vullkani përfshiu gjithçka përreth.
Hiri dhe gurët e mëdhenj u shpërndan në të gjithë drejtimet, duke mbuluar tërë fshatin. Si të mos mjaftonte kjo, një tsunam gjigant erdhi nga deti, përmbyti gjithçka. Vetëm shtëpia e mjekut mbeti e paprekur. Mjeku dhe fëmia e tij mbijetuan. Me kalimin e kohës, ai u përkushtua për të mjekuar të plagosurit dhe për të rindërtuar fshatin e shkatëruar. Ky mit është një tregim i fuqishëm që shpjegon tërmetin katastrofik të vitit 1792. Ky tërmet shkaktoi shpërthimin e vulkanit Shimabara në Japoni. Tragjedia vrau mbi 15.000 njerëz, shkatërroi fshatra të tërë. Në vitin 1990, një tjetër shpërthim i fuqishëm i të njëjtit vulkan shkatërroi mbi 300 shtëpi dhe vrau 40 persona, ndërsa hiri mbuloi fshatin për vite me radhë. Kjo histori është një kujtesë e fuqisë së natyrës dhe e pasojave të lakmisë njerëzore. Mësimi i madh që nxjerrim nga kjo është se dëmshuria dhe mirësia kanë vlerë të madhe, por gjithashtu kur natyra ndëshkon, askush nuk ta ndalon dot zemërimin e saj. Të nderuar miq, nëse ju ka pëlqyer bëni like dhe share. Mos harroni të bëni subscribe në kanalin ton. Ju falenderojmë për kohën tuaj, do të ndiqemi bashkë në të tjera video.